Ish zëvendësi i përfaqësuesit të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, James Kovey, gjatë dëshmisë në Hag deklaroi se UNMIK-u nuk e ka trajtuar Hashim Thaqin si komandant. Kovey tek foli për takimet mes UNMIK-ut, KFOR-it dhe komandantëve të UÇK-s, tha se komandantët nuk kishin respekt për Thaqin. E tek ju përgjigj pyetjeve të avokatit të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaqi, Luka Mishetic, Kovey tha se pjesëmarrja e Thaqit nuk ishte e domosdoshme në takimet ku flitej për krijimin e trupave mbrojtëse të Kosovës. Thaqi, siç tha diplomati amerikan, nuk i bëri përshtypje. Kush foli në takime në emër të UÇK-s? Generali Qeko. A pati komandantë të tillë që bisedonin me zotëri Thaqin? Jo, dhe ndoshta mund të them diçka lidhur me këtë në hollësi. Kjo më kujtohet fare qartë, sepse në fakt dukej se po konfirmonte fuqishëm atë që ne e besonim që në fillim lidhur me zotrin Thaqi, kur u njohëm me të, pra që ai kishte një marrëdhënie të ndërlikuar me komandantët në terren, komandantë të UÇK-s dhe se ata kishin shfaqur mos respekt ndaj tij, pra s'kishin respekt për të. Zyra e prokurorit të specializuar pretendon se Thaqi ish kryeparlamentarit Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, si dhe ish shefi i deputetëve të LVV-s Recep Selimi, ishin në dieni ose duhej të ishin në dieni për krimet e luftës që i kanë kryer pjesëtarët e UÇK-s dhe se ata kishin kontroll mbi ushtarët. Ndërkaq mbrojtja synon ta vërtetoj se ata nuk kishin kontroll efektiv mbi komandantët e zonave e as informata për ngjarjet në terren. E në këto bisedime ku morën pjesë dëshmitari i sheprori i tij UNMIK-ut Bernard Kouchner, generalët e NATO-s Mike Jackson e Wesley Clark dhe komandantët e UÇK-s, sipas Kovit ai e krijoi përshtypjen se komandantët nuk merrnin urdhra nga Thaqi. Si vëzhgues, më duk që sjellja e tyre ishte përçmuese ndaj tij dhe isha shumë i habitur i çuditur. Por kjo ma solli në kujtesë atë që ne besonim që prej fillimit, që zotëri Thaqi me të vërtet nuk kishte marrëdhënie të një mend apo të rëndësishme me këtë trup të komandantëve në terren dhe që kishte shumë pak gjasa që ata të kërkonin udhëzimet e tij, aq më pak urdhrat e tij apo që t'i raportonin për aktivitetet e tyre tek ai. Dëshmitari konfirmoi se i mban mend edhe rastet kur Thaqi pas luftës dënoi publikisht krimet ndaj pakicave, përfshirë edhe atë për vrasjen e serbëve në Grackë të Lipjanit.